Ky emision përkrahet nga IPCO dhe Kosmonte. Sporton është një emision sportiv me sporte të shumta, me sportistë jashtëzakonisht sportiv. Të cilët me shumë sportivitet do të shpërfaqin aftësitë e tyre sportive nëpër sportet respektive. Sporton. Shtunë dile. Check it out. Mirë se vini në kuadër të intervistave në Sporton këtu në Urban FM, si zakonisht do vikend të cilin ja kushtojmë kampionave. Sot do të flasim për kampionet e futbollit të Kosovës në konkurrencën e femrave. Vazhdon ekipi i Mitrovicës të udhëheq ose të dominoj ligën e Kosovës në futboll. Sot e kemi trenerin i cili doli kampion pra me këtë skuadër, bëhet fjalë për Besart Cecelin, i cili është në emisionin tonë Sporton në Urban FM. Mirë se ke ardhur trener dhe faleminderit që je pjesë e emisionit. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. S'është hera parë të përgëzoj për këtë radion, për këtë si podcast, do të thotë një eksperiencë edhe jo t'ja shumë e mirë. Faleminderit shumë. Fillimisht urime trener dhe po du me dal para se me fol te pjesa që ka shku se keni them kështu relativisht kohë të shkurtë që je pjesë e klubit, po qysh ka qenë ndryshimi sepse është hera parë që ti punon me vajza, me gra, ky tranzicioni besoj që ku është më i vështirë se sa titulli kampion që keni arrit. Sigurisht se për mua ka qenë një eksperiencë jashtëzakonisht përzirë, shumë e mirë, në aspektin emocional shumë e mirë. Për shkak se e tregova edhe vetë që unë hera parë punoj me femna dhe kështu që është një eksperiencë për mua dhe një ndjenjë them që shumë e mirë, do të thotë në jetë. Sigurisht është me gjinin, do të thotë femrore, të cilën na është respekti gjithë botës ndaj gjinit femrore. Pa diskutim, normal që ka pasur edhe sfida të cilat kemi diskutuar, po normal para se më marr detyrën e ke parë edhe cilëtinë që ka ekipi Mitrovicës, që thashë në fillim është dominues në konkurrencën e femrave për shkak investimeve, për shkak lojtarëve më të mirë. Në fakt, gjithçka u vendos në ndeshjen e fundit ndaj Dugaxhinit. A ke kjo si një lloj finale edhe pse e dim që Mitrovica klube të tjera i ka mujt me diferencë të madhe të golave. Sigurisht në hyrje unë kur kam pranuar, do të thotë njeriu kyç, duhet falenderuar Hajrullah Haxhiun, presidentin, i cili është njeriu kyç për këtë titullin e 5 më duket është e femrave, edhe për këtë eksperiencë tina e cili sigurisht ka dhënë shumë për këtë ekip 11 vjeçare që ka formuar. Kështu që unë kur kam marrë detyrën, kam marrë me shpresë të cilën që kam besu dhe kam shpresuar që këto çikat do dalin kampion, sepse meritat nuk janë të mia, meritat janë shumë pak të mia të vogla. Meritat i kanë më shumë të thotë futbollistët të cilat kanë dhënë maksimumin, e sigurisht mos më harru stafin tim mrekullueshëm, e sigurisht mos më harru Vionën e cila është e lënduar dhe ka shty operacionin dhe ka ndihmuar sigurisht të 10 ditë e fundit ka qenë vazhdimisht afër ekipës, afër shoqeve dhe ka udhëheq ekipën ashtu siç duhet dhe unë e përgëzoj për këtë dhe sigurisht e dedikohet edhe Vionës një sukses i madh. Përndryshe është kapiten e klubit Mitrovicës me ditë audienca jon. Kurse unë e marr meritën më të vogël ndoshta për shkak se shumë afat i shkurt, po ndoshta ka marrë si një trener pak me eksperiencë, pak me një emër, pak më ke pas më lehtë edhe normal. Kam pas ndoshta edhe më lehtë. Ndoshta më kam kuptuar sepse do të sqaroj edhe profesor Enverin i cili treneri portierave i cili është i njohur në eksperiencë në 389 te na ka punuar me vajzat shumë me portiere, kanë nxjerr talentet portiere, kështu që do të përgëzuar edhe ato se ai ka qenë një mbështetës shumë i mirë kraj djathtë, do të thotë ka qenë edhe Hava, Dakaj, ish futbolliste, trenere, ku do të përgëzuar edhe ata sepse stafi është shumë i rëndësishëm. Pa diskutim, edhe sidomos çu përmendëm te vajzat, kur po tregon domethënë një pjesë e grupit cili ka qenë bashkëpunues me ty, kanë qenë edhe vajza, kanë qenë gra, dhe që besoj ta kanë letuar këtë punën për shkak specifikës që folëm specifikës gjinore. Sigurisht specifika gjinore, sigurisht se ato kanë qenë edhe bashkëlojtare deri vonë. Edhe e ka njohur njëra tjetrën. Është një sakrificë e madhe për ato dhe do të përgëzuar sepse lavda sigurisht i shkon më shumë aty. Pa diskutim. Mirë, cilat janë ambicjet Besart në vazhdim? Çka mundesh më na tregoj di që është halojmë të ditë e gëzimit të festave e gjana kemi edhe dy ndeshje sigurisht në gjysmëfinale kemi lojën e kthys me Malishevën të Ajtën. E luajmë në Mitrovicë. Kështu që kemi edhe lojën e fundit, nëse kualifikohen finale që shpresoj që po, sepse të kupës është fjala, po. Po të kupës. Kështu që kemi edhe dy ndeshje, nëse kalojmë gjysmëfinale, atëherë do të luajmë edhe ndeshjen e fundit. Sigurisht nuk është caktuar ende, sepse nuk është di finalistë cilët janë. Kështu që do të shpresojmë që do të përfundojmë edhe këto dy cikle
garave të dy ndeshje, e kështu që ne do të ulemi do të bisedojmë, ta shohim kënd varët edhe prej presidentit Haxhiu. Normalisht. Ambicjet e klubit më mërmenja qenë edhe te pjesa e garimit në Evropë, po flasim tash pak hipotetikisht trener, është edhe për ty një satisfaksion nëse më thonë me qenë si trener i një ekipi të vojzave në Ligën e Kampionëve. Prapë është Liga e Kampionëve, pa marrë parasysh, domethënë që luhet për ta. Sigurisht është një nder për mu, mirë po tash nuk varet edhe prej neve se dëshira e madhe është ti të udhëhesh, të jesh në staf, të jesh njeriu, sigurisht që do të udhëhesh, mirë po kënd varet do të thotë nga ana tjetër presidentit i cili ai e jep fjalën e fundit, verdiktin e fundit. Kështu që unë nuk besoj që do të jetë diçka shumë e vështirë, shpresoj që do të dakordohemi në çdo aspekt sepse momentin kur kanë ardhur me bisedu, momentin e parë nuk kam vetë për kur gjë dhe ja kam vënë dorën, ja kam i cakarat, sepse është shumë me vëllezërit Bekim Haxhiu dhe Hajrullah Haxhiu, të cilët kanë udhëheqë edhe trepçën e vjetër në atë kohë, kur unë kam qenë si ish futbollist, dhe është futbollist në atë fundin e karrierës, ku këtë trepçën e sot me të vjetrën namin më ngrit pak se ka qenë me të vërtet një 10 vite nuk ka qenë, sigurisht ka qenë e demoluar, mirë po me ardhen e vëllezërve Haxhiu, familjes Haxhiu, do të thotë kanë demu mandej me ardhen e Nexmedinit, e kështu që veç ka përparu klubi, edhe unë e kam përfundu karrierën në trepçe dhe pikrisht janë këta Hajrullah i cili më ka dhënë unë në meçat me udhëheq në atë kohë dhe kemi futur në Super League. Sigurisht eksperiencë mi. Po çka po më intereson me di trener është në çdo ndeshje që kemi ujtë me po si trener, a ke vret që kemi talente të futbollit, po flas për futbolliste vajza, po flasim tash pak në përgjithësi, me dal pak edhe prej ekipit Mitrovicës, kuptimi që e dim që janë lojtarët sigurisht më të mirat në secilin pozitë, po në përgjithësi ke vret që ka talent, po tash duhet me edhe me pranu që mungojnë është edhe kushtet që aty ofron klubi Mitrovicës, por edhe puna në përgjithësi me vajza në ligën tonë. Duhet marr parasysh sepse tek ne vajzat që luajnë që kanë eksperiencë, të trijat kanë marrë licencën edukatorës të trenerëve, me licencën C të UEFA-s, e cila është licenca fillestare që duhet me marrë, edhe sigurisht që ato do të jenë do të kyqen sepse qëndron edhe ekipet e reja, kategorive të reja qëndrojnë ku hava daka i miret me to do të ndihmë si ajon. Që da ka një dorë mirë do të thotë që punon me kategoritë e reja, ka shumë talente të mira, po nuk po din se nuk i një mirë me emra. Jo, po flasim përgjithësi. Po përgjithësi Mitrovica ka fituar një eksperiencë të mirë të cilët sepse te kampioni vjen gjithkohë të luajë. Secila e re e cila është talente do të thotë vjen te Mitrovica shumë pa hezitim me kam fjalën. Kështu që unë shpresoj që edhe ka ana e gjinisë femërore dhe të vajzat kanë me të vërtet kemi talente shumë të mira, sepse tek vajzat është e çuditshme, sepse shumë rrallë gjenden talentet. Kështu që unë e di se Mitrovica ka shitë dhe lojtare jashtë, do të thotë janë si vetëm 3-4 që ka arrit me transferu në Ligën e Turqisë, në Dinamo Zagrebit njënën, kështu që unë shoh një plus të madh tek vajzat dhe ka talente, sepse eksperienca ime është veç me kategoritë sigurisht me A e befasu? Atë shumë jam befasu. E sigurisht tek një stërvitje, seancës stërvitore, i thirrëm na vyke diçka me taktikisht puna, na vyke disa futbollistë dhe i morëm prej 3-3-ave diku 14 vjeçare, 13 vjeçare, pikërisht një nga Vushtrria na ka befasu me një potest, me disa poteze të mira, kështu që nuk kish nevojë edhe shumë me mësu në aspektin teknik. Taktik sigurisht që duke rritur, duke mëson se secili trener, po te ona teknike mjaft e mirë, do të thotë posedimin e topit, pranimin, gjitha anat, elementet jashtëzakonshme, kështu që me të vërtet është e mahnitshme, e ka shumë tjera, të cilave vetëm duhet me në raste dhe duhet punë. Duhet punë, pa diskutim. Po, a ke mujt me vret, treneri japi shumë rëndësi edhe shumë shpesh, domethënë sot për shkak që lojtarët kanë qenë të angazhuar, nuk e kemi në njërin prej tyre, po në misionet e mia mundohem shumë jap rëndësi edhe sportistëve se janë pak në shtatë anashkaluar në emisione të tjera me gjithë respektin, po a mundet një futbolliste e mirë talentuar për shembull që përmendëm me jetu në futbollin e femrave këtu në Kosovë, në kuptimin me jetu që me u marr veç me futboll.
e dim që Mitrovica e ka kushtet më të mira, po klube tjera, e ke po ndoshta edhe rezultati është çaj dallimi që ka klubi i Mitrovicës me sigurisht. Unë nuk e besoj se mundet nga ana etike, sa për nevojat e veta, unë mendoj që mundet më, sepse nuk janë diçka pagat alamet të mëdha, por te Mitrovica unë besoj që i kanë për në krahasim me tjerat janë normale dhe në krahasim besoj edhe me ligat e para. Ka ona moshkull jemi mirë, atë qëndrojmë mirë. Kështu që unë mendoj që edhe futbollin e femrave na jemi veç në proces të shqipër të zhvillimit, sepse nëse bëjmë gara në ligat evropiane që gradualisht ndoshta marrim poena më shumë në garat evropiane ku mundem u kyç edhe në ekip ose dy vajzave me shkuesit e moshkull që është 40% liga e shkojnë në për garat evropiane. Unë shpresoj që edhe 2-3 ka Superliga e femrave. Pse jo me shku edhe 2-3 që të rritet edhe niveli, konkurenca dhe kvaliteti, sepse ku ka konkurencë, ka edhe kvalitet, unë mendoj. Sepse gjithë jetën ja kom kushtu do të kategorive të reja, nuk e kom dert të moshkuj kategori të reja, do të pozicionet sepse jam rrit edhe qëndroj në aspektin shumë mirë në punën, sepse shumë detajet kam dëshirë të trit mi jam mësu shumë detajet e vogla, se shumë janë më rëndësi gjermat e para të futbollit. Ç'është, edhe detajet e bujnë jashtë vëllë me çato. Eksperienca ime, mendoj edhe si trener, kur kom filluar si fillestar, kom menduar që gjithmonë do të punohet gjanën elementare me javëthos me fëmijëve. Pa diskutim qysh në familje që përmendë mirë. Po flasim pak trener edhe për Ligën e Kosovës tek mashkujt, sigurisht që je aktiv në përcjelljen e Superligës, pa diskutim. Para kësaj uroj që gjithçka më shku mirë edhe pse ju mu dakordu dhe prapë me vazhdu që të avantu nëse mund të them te klubi Mitrovicës edhe në Evropë dhe mu ritaku prapë bashkë me ndonjë prej sportistëve që vinë me tregu edhe eksperiencën. Mësoj përket ligës trener. Tu lidhna pa kërkoj falje sepse kanë shku në pushim, sot kemi shku në pushim, sepse është fitore edhe për atë arsye nuk gjeta dikon Viona më kërkoj falje, se është edhe është punon edhe si dimse në Prishtinë trajner edhe kështu që nuk patën kohë edhe kështu që në emër tyne të kërkoj falje. Jo, pa mëra kanë marrë, domethënë kena më. Po sigurisht, dedikohen vetëm aty që është mirë që kemi hapësirë dhe patjetër që kemi pas mysafir. Siç thash, trajner kampionati sa i përket kampionit ka përfundu, Drita është shpall kampion 4 xhiro para se më përfundu kampionati. Diçka që nuk ka ndodhur në 2-3 vitet e fundit sepse kanë shumë angosht deri në xhirin e parafundit si vjet. Drita gjithë po mendoj që janë në çet linjë që ka qenë e meritume. Një koment për çet pjesën e ditës, pastaj kemi fol për pjesën e Evropës edhe shpëtimit ose barazhit që ka më qenë shumë interesant këto 2 gjëra. Unë pak në anën kampionit Dritës do t'ja uroj me gjithë zemër sepse Drita është ekipa ime e cila si ish futbollist i Dritës kam qenë në kulmin e majt më të mira karrierës, kështu që i kam dëshiruar dhe kështu sepse kur folet për Dritën është një emocion i veçantë. Sepse të luash në Dritë është sikur të luash në Real Madrid. E kam fjalën për aspektin e Kosovës, sepse ashtu është klubi i menaxhuar mjaftuar mirë me disa djem të cilët kanë privatizuar klubin dhe kanë arrit me bëni organizim fantastik. Kështu që kanë dorim sepse mas 5 viteve të qesh i gjithmonë i dyti, i treti dhe mos të arrish pas 5 viteve të arrish prap kampion, këto duhet durim dhe sakrificë. Kështu që duhet të përgëzoj nga zemra gjithë klubin Drita, Gjilanin, qytetin e Gjilanit, e sigurisht intelektualet të cilët janë pa diskutuar shumë lojtari 12. Siç e tham, ka qenë e preshme për shkak të në saneve që i the dhe organizimit edhe përkushtimit që kanë në ekip, po një luftë e madhe trajner po bëhet për mbijetesë edhe për garën e Evropës, sepse është hap, domethënë Kogja fort rruga, për shembull Llapi është në vendin e 8, që është pozitë që dërgon në barazh, ama i ka veç 3 pikë më pak se Prishtina që është në vendin e 7, edhe ka 4 pikë më pak se Dugaxhini që është në pozitë më lart për vendin e 6. Po buni far miksi Kogja sigurisht me fitoren e Suarekës ndaj Llapit është hyrë në migullaj do të në 2 xhirët e fundit sepse duke ditë Llapi e cila tash vetëm se është finalist për i kupës, kështu që është problematika sepse të jesh finalist e kupës dhe të bjesh nga elita
është shumë vështirë, është Psiqikisht, shumë një ndjenë psiqike shumë e rënduar. Për momentin, une mendoj se Llapi ka një fond futbollistëve shumë të mirë të cilët mund me mja dalë për kësaj krizës. Kështu që une shoh Llapin dikun 70% që është veç pjesë e Superligës, por tash barazhit ato t'i pështej. Nuk besoj, sepse barazhin patjetër, sepse është shumë vështirë. Ka orarin që do të shkojsh prap jashtë me Ballkanin, që me Ballkanin është vështirë, sepse Ballkani duke respektu garën, është duke luajtur lojën më të mirë mundshme, sepse respekti kjo është, do thotë, kjo ngrit cilësinë e neve, të cilat do të më respektu garën deri në fund. Sa i përket Suarekës, e ka lojën e vështirë ajo, do thotë, në Malishev, e cila nuk di se të zbodhë, sepse si Malishev as si Suareka janë aty, po do thotë ekipe kvalitative, sepse tek Suareka dalim e ka me fond mirë futbollistët mjaftshëm mirë, me disa probleme ndrimet e trajnerave, ku menaxhimi pak nuk ka shku si duhet, kështu që keq është, më vjen keq si për Suarekën, si për Llapin të largohesh sot, është me keqardhje, mirë po futbolli është këtë dhe futbolli këto e ka dhe është shohreti i sportit, pa diskutim. Mirë, mas e përmendë pak finalen me datën se ne zhvillohet, a mundna me bëni parashikim trajner se me bëna tani për mbledhje të mysafirëve të mi pikërisht për pritshmërinë që mundna me pas për kupën. Në shpëtimi i sezonit për Prishtinën që ka investuar jashtëzakonisht shumë si vjet, po nuk i kanë dalë domethënë ato parashikimet ose para përgatitjet siç ka prit. Edhe në anën tjetër Llapi që përmendëm që mundet në fund me luftu për barazh për me mbet në Superligë. Pra për të dy ato është jo vetëm një finale për kupë edhe dalin në Evropë, po edhe me shpëtu thëm kështu nderin e sezonit. Po sigurisht që Prishtina, sa i përket Prishtinës, Prishtina është në një organizim të mirë, tash buxhetit, financave, i ka të gjitha okay. Mirë po me futbollist diçka nuk shpresoj që Prishtina është Prishtinë. Gjithmonë shkon për luftën për titull, ato duhet ta dim gjithna futbolli i Kosovës. Mirë po, kanjere e ke po nuk shkon si duhet, kanjere është një organizim shumë i mirë, po Prishtina e ka një të mirë, për mendimin tim, që ka futbollist do të tri moshë mesatare më tre, që në të ardhmen mund me qenë futbollist, do të thotë ekipa shumë e fuqishme që dominante në Superligën e Kosovës. Unë mendoj ashtu, në të ardhmen. E kam fjalën në të ardhmen ku do të jetë shumë vështirë sepse Drita dhe Gjilani janë për momentin janë ekipet më të organizuar dhe më të fuqishme, të cilat mund me pru në transfer brenda natës çdo futbollist mirë sa i përket rajonit tonë. Kështu që unë Prishtinën sigurisht që është dështim, nëse Prishtina nuk arrin ta fitoj kupën e cila e ka primare, atëherë është me të vërtetë dështim, por tash tu pa parasysh nëse kjo ndeshja që është anomali nuk ditë me këtë kartonin e kuq çka do të jetë kjo ndeshje, nëse regjistrohet 3-0 atëherë ka gjasë edhe si e treta medalë Prishtina. Pse jo? Sepse 47, 53, 52 ka mund të më dy ndeshja e radhazi Malisheva, kështu që nuk i diet futboll gjithçka mund të ndodhë është në futbollin tonë, gjithmonë sepse si vjet kampionati është më korrekt nga ana ime edhe inshallah na hecë edhe çdo vit kështu, sepse nëse arrijm kështu të jem korrekt, ne do të ngritim futbollin në pedestal. Unë mendoj ashtu. Pa diskutim. Mirë, po flasim pak trajner edhe për ligën e parë, edhe kjo besoj që u kun një prej garave më interesante sepse klubet e ligës parë janë kun kogja mirë të organizuar, domethënë po flas për klubin e Prishtina e re tash që vetë është inkuadruar, po ashtu ka pas një ringjallje shumë të mirë edhe të klubit zamrës tonë, po besoj klubit të Vështrisë, gjithashtu ku e rrit sigurisht, gjithashtu ka pas, domethënë lëvizje edhe tek Trepçat, Liria ka bënë punë të mirë, Vllaznimi ka bënë punë të mirë edhe pse nuk ka arrit synimin që ka pas për si vjet, por ka pas një farë ndryshimi kogja pozitiv, sepse ke pas eksperiencë në ligën e parë si trajner, ka pas një ndryshim kogja pozitiv trajner në ligën e parë. Unë shoh tek liga e parë kvalitete, unë shoh në grupin e parë pak sigurisht janë ekipet shumë me traditë futbollin Kosovës, ku janë dy Trepçat, Vllaznimi, Liria, si Drnica tash veç që ka fituar epitetin e Superligës. Po unë shoh te grupi B dhimbet vetëm Vështria, sepse jemi do të thotë në organizim më të mirë mundshme në histori që është organizuar Vështria për me hyrë garë në ligën Superligë, ku shihet me
ku shihet këto shihet do të thotë edhe rregullimi i stadionit, disa elemente që me të vërtetë mi organizu ashtu siç na ka i, siç se dihet vështria ka thonë shumë si futbollista se jam të njohur, mos të përmendi tash se edhe harron legjendën që u rrit me neve, do të me vllahun tim është rrit bashk si futbolliste, si shok në shkollë, në gjithë Armendi Dolgo, se na kemi pas dëshirën më të madhe që ka ardhur me udhëheq ekipën, se duke ditë emrin e Armendit, duke ditë se nëse na ka ardhur Armendi në klub, o po që ka me qenë një organizim shumë i mirë, se edhe ato e kemi pritë qyteti, po une mendoj dhe shpresoj me kalimi i kohë dhe nëse si vjetë nuk do të arrim me po une shumë besoj që vitin e ardhshëm nëse arrin me nejt udhëtësia këtë vit organizimi do të jetë shumë më i mirë dhe unë besoj që Vushtria nuk do të alçoj mu Superliga në vitin 2025-2026 do të jem. Unë sigurisht do të jem me Vushtrinë në Superligë. Kjo është edhe mungesa më e madhe. Po tash në aspektin edhe ka ana e mbetjes në ligë se arrova që do të flasëm për edhe këta për ekzistencë. Do të vjen keq për Fushë Kosovën e cila vetëm se është përshëndetur. Është java e fundit flamurtari, sa ekipe me renome, sigurisht me emën, që kanë kontribuar shumë në ligën e Kosovës. Po kjo është thamë edhe më herët, kjo është e mira e cila mundet mu largu edhe ekipa me emër, me traditë. Siç kanë do për shkak me Drnicën, se gjithmonë shkon te organizimi. Një organizim më i mirë, por unë e shoh që drejtorat sportiv kanë rolin kryesor. Sepse ura lidhse e ne klubi te mashkujt e konfjalën është drejtori sportiv, ai është njeriu kryesor i cili din ta gjen parimore futbollistët më të mirë, me sigurisht edhe ai e gjen trenerin, edhe treneri sigurisht i gjen futbollist që ju përgjigjen. Kështu që ur lidhse është treneri, drejtori sportiv, futbollistët. Pa diskutim. Besart apo mungon çka që po përmendëm për shembull ekipe të cilat kanë qenë edhe kampiona, për shembull Vështria, Vllaznimi, Besa që është rikthyer me një Besë 3, Liria, apo a është edhe kjo një prej arsyeve pse nuk po kemi tifoz në stadiumet tona? Sigurisht mungesë shumë e madhe. I ki 200-300 shikues, domethënë edhe në stadionet për shembull që në të vogla në krahasim me Fadil Vukrin, prap nuk është që nështë avret shumë 200, 300, 400, 500, po duket që u mush. Sigurisht se kur ta merresh me statistik, do të thotë Vllaznimi ka superior një publik. Liria Preznet ashtu. Vushtria. Se kam qenë edhe pjesë e Lirisë Preznet. Vushtria mos diskutohet ajo punë. Do të thotë kena Mitrovica, Trepçat, nuk diskutohet ajo punë. Do të thotë 4-5 qytete, të cilat me traditë që kanë me numër ka 3.000-4.000 vetë në çdo ndeshje, tifoz është varfëri sigurisht për Superligën e Kosovës. Nuk mund me thonë që s'është e varfër Superliga pa këto ekipe, sepse sigurisht se këto nëse arrin me ardhur në Superligë, ku Superliga i ka 10 ekipe, më shumë s'ka, unë mendoj që edhe cilësia, shpresoj që edhe cilësia do të rritet, edhe shikueshmëria, edhe të gjitha unë mendoj që futbollin veç ka nis me marrë një kohë të mirë, sepse Ballkani ka tregu veten që 2 cikle do të thotë që ka luajtur në për Conference League. Pse jo të janë edhe këto me tradita të kthehen, mos të lojnë notat, sepse në futboll shumë është vështirë në qytetet ku ka shumë ish futbollista, ku ka shumë është problem të jesh edhe si trener, është problem të jesh edhe të organizohesh, kështu që është vështirë, se si prezant si Gjakov, si Vushtria është vështirë të organizohesh sepse ashtu e kemi një traditë, ashtu e kemi një që jo ti nuk bën kjo është këto do të milion. E kam këtë gjanë që kjo këtë mënyrë sjelljes do të më lor më herë sepse unë e di që këto 3 qytete kanë dhënë shumë futboll. Edhe kanë emra të mëdha futboll. Edhe kjo tani edhe nxit, domethënë kur të sheh sepse edhe unë si ne jamën në futboll, atë emër që e kam fituar, çaj që është. Edhe unë më vjen keq për Vushtrin për shembull. Është emocionisht sepse kemi klubin e zemrës me gjithë këtë organizim, me gjithë këtë asaj, edhe na të jem se e dyta barazh, sepse barazhi nuk ta siguron kurrë, sepse ki 2 ndeshje. Do thotë, unë e di se në Klin do të luhet loja barazhit, unë e di që 5000 vet vinë Vushtrisë. Do thotë, a është më kënaqësi
të jetë vështëria në Super League, se i besueshëm se çdo lojë, çdo ndeshje vështëri do të jetë ndër 5000 vetë s'ka për pas. Fakti është edhe gjithmonë ka qenë tifozëria në shtetin vështërisë, domethënë në ndeshjet e futbollit ka qenë gjithmonë e zjarrt edhe stadiumi tash edhe po rregullohet. Po rregullohet, infrastruktura po rregullohet, se gjaku ka filluar prezident vetëm se qito te pijet që po thojmë na nuk po na pëlqejnë, ndoshta hibride me qenë është më e mirë. Që është 70%, 60% që është me bare naturale, 40% që mos të prishën është ajo, po këto që i kam për momentin nuk janë të mira, sepse shumë ankesa në lëndime, shumë po lëndohen. Futbollistë nuk po mundën po me edhe ka plot për shembull raste që ushtrojnë. Lëndohen, raste i fundit do të thotë edhe kur ka rënë tokë është lëndu keq, do të thotë ka rënë. Ka pas rënje në kontakt, mirë po edhe kur ka rënë keq. Si me rënë vetëm, ku faleminderit Zotit që ai është mirë dhe me shëndet. I dëshirojmë shërim të shpejt. Patjetër. Edhe rikthim sa më shpejt sepse është një djalë i ri që na duhet si futbollist. Pa diskutim, edhe është mirë që edhe vet ka reaguar në kuptimin, ka treguar që është mirë, ka dalë edhe nga spitali dhe shpresojmë që rikuperimi sa më shpejt. Trajner, për fund flasim pak edhe për Champions League-ën. Jemi në fazën finale, në fakt jemi në finale me 31 maj në fund këtij muaji ka më zhvilluar finale mes Parisit dhe Interit në Munich. Një finale që ndoshta jo shumë e kanë parashiku për shkak të emrave të mëdha që ndërzu edhe më herët Reali, Barcelona, Bayerni etj. A ka pas në menim të vogël të që kësh mujt në njëna pishtyn e dy ekipeve me përfundu në finale? Tu i pa edhe lojë që ke mujt me pa tyne? Une tash kjo finale ka hub shumë. Pse është Barcelona. Unë si fan se Realit po foli realist. Sepse Barcelona me të vërtet ka treguar si vjet që është shumë e fuqishme që do të fiton 3 tripleta. Por kështu kanë erë kanal ngushtë, kanë erë është futbolli është kështu kanë erë dhe fati është pyetje, sepse të kesh fat në futboll të fitosh është shumë më mirë. Të mos kesh fat, të luajsh mirë, mos kesh fat, gjithmonë kimë dështu. Kështu që edhe fati është një pjesë e kësajna. Për Barcelonën s'ki që ka të folën, Barcelona si vetë ka qenë superiore. Kështu që është prit Barcelona Paris Saint-Germain gjithë. Mirë po tash, Interi, unë nuk shoh Interi që mund të me bo ball Paris Saint-Germainit, mirë po shoh 70% që do të merr Parisi, japi përparësi, kurse 30% Interi, sepse kur ta këshosh individualisht me lojë, me taktik, me gjitha është përparësi Paris Saint-Germain. Sta mërmena që më nësh më befasu, aso njëm fans Interit, për që ato pak... Po muna mu befasu, shkak se Interi është një ekip që befasan, gjithmonë. Pse jo? Po shoh një përparësi të vogël, thash me 1% të vogël, nashta 70% se shoh një 60%, shoh për shkak e kvalitetit që ka luajtur shumë mirë në gara. Po edhe Interi ka luajtur çish ka luajtur, po edhe Interi do të thotë me merit ka ardhur aty. Vesh një humbje mos harro e ka gjatë këtë. Po ka arrit, do të thotë edhe Interi ka arrit me ardhur aty. Unë shoh tek Interi mbrojtja pak se të arrish me shumë golla pranume deri tek finalja, do të thotë nuk është edhe bash edhe një përveç Barcelonës si ka shënuar këtë golla. Po jo, Barcelona është diçka, po edhe Barcelona si ka shënuar edhe kjo. E do të thotë që unë nuk jam fan se asnjërs, po sido që tjetë cila të fiton, kam dëshirë me fitu cila të fiton, do të më auru dhe unë kam dëshirë tash masi ti veç koke fan se Interit, kam dëshirë pse jo edhe Interit. Faleminderit, po sepse nuk ka të bëj me Paris Saint-Germain, po e shoh anën e kvalitetit që ka më të mirë. Unë veç pak e për atë arsye, për Interin, nëse ti veç je fans po mani më pak arsye na kërcë me bunë të edhe. Po jo, aty varet aktorë kryesorë atë. Më po shpresojmë që kamë qenë në finale mirë edhe nuk besoj që do të jetë në finale monotone. Po, edhe unë mendoj njëjtë, të shohim sepse dy trajnerat janë mendoj ka gjatë mirë përgatitur në aspektin taktik që përmendë edhe shpresoj që pa diskutim. Po duhet edhe diçka më të lidhur Champions League trajner si vetë ku një garë më ndryshe, nuk ka pas me grupe si këtu në herë, domethënë nuk ka pas në herë taktizime në ndeshjet e fundit, nuk e di për shembull Reali menzi u dosh me lujtë edhe ekstra domethënë sukon atetshe ekipe të tjera domethënë e ka bën një farë ndryshimi Garus Champions,
a ke mujt me vret edhe a ka shtu një element ma të zjarë të Ligës Kampionëve, tash i ki 8 ndeshje, domethënë vetëm në çat fazën e parë. Kjo faza, ndryshimi i fazës është shumë më interesant sepse vjen rasti edhe shumë ekipe më adopta me ardh deri këtu. Për shkak se ky cikël i garave është shumë interesant. Nuk dihet, po prap ekipet dominante vinë në aspektin 8 ekipet më të mira, 4 ekipet më. Prap dominante janë ekipet si Real Madridi, si Barcelona, si çudit Arsenali në Ligën e Kampionëve ka qenë shumë i mirë, në Ligën Premier League aty. Po. Do të thotë mirë ndeshjet e mira, po aty. Kështu që është një cikël i këndshëm me shiku, sepse edhe UEFA kur ndryshojnë këto gara të cikleve, ata analizojnë sigurisht ka emra të mëdha që analizojnë këto gara. Edhe pak a shumë edhe kanë parashikuar. Po pak a shumë kanë parashikuar që mu i dhon mundësi edhe ekipe pak më adopta, shteteve më adopta që janë. Me ordër të po sigurisht. Me buxhetin me çështje. Konferencën ligën e kanë fut për atë arsye. Pikërisht po. Me ordër të tash neve na me dritën humbëm në Champions zhvimi UEFA, hupëm UEFA, domethënë na jep 3 mundësi. Edhe në tretë mundësi na jep play-offin me lut për me hin në konferencë. Kështu që është kjo një plus i madh për shtetet që janë zhvillim ose më të vogla, ose më të vogla ose më adopta që janë me koeficient. Trener, me ty kemi halo çka me fol, edhe kemi diskutuar besoj herën tjetër më shumë karrierën e futbollistit, sepse aktualisht trajneri i klubit futbollit femrave Mitrovica ka një karrierë shumë të mirë në futbollin tonë dhe jo vetëm sepse ka pas eksperiencë edhe në Turqi, kështu që besoj në episod i kena me fol vesh faleminderit sikur po sot ja kena kushtu të gjithë, edhe Ligës Kosovës, femra sigurisht fillim që është shumë e rëndësishme, kështu që kemi bën një muhabet pak më të përgjithshëm duke përfshin normal suksesin që e keni arritur së bashku me klubin e futbollit Mitrovica, ka qenë domethënë edhe është edhe temë e javës, po besoj që pra kemi u taku edhe ke shumë kënaqësi me të pasur në emision. Faleminderit shumë. Kënaqësi ishte edhe imja. Janë në një shumë edhe prej gjyqësisë tonë se edhe kur kemi luajtur në atë kohën kur ka qenë pak edhe ai ka komentuar, kështu që ndjes post edhe di që atë dardha nërdardh, kështu që unë të dëshiroj shumë suksese sepse me të vërtet këtë që keni bërë këtë emision, këtë radio është dashur në Kosovë, te na. Do të thotë ka pas mungesë shumë. Shoh edhe disa podcaste që më vjen mirë, jo edhe disa, mirë po sepse eksperienca jote si gazetare sportit vazhdimisht do të thotë ta kaleu këtë me po këtë edhe të përgëzoj për këtë. Shumë faleminderit. Është kënaqësi me qenë bashkë me Besar Cecelin, trenerin aktualisht kampion të futbollit të femrave me klubin e Mitrovicës, po diskutuam siç thamë edhe për Ligën e Kosovës, për Ligën e parë dhe për Ligën e Kampionëve, do të takojmë prapë bashkë sigurisht në një rast tjetër për diskutuar për një karrierë që ka pasur siç thash më herët edhe në Kosovë, por edhe në Turqi. Ka sa i përket kësaj interviste ne do të takojmë prapë bashkë. Ky emision përkrahet nga IPCO dhe Kosmonte.